close, Marjon Gesset, Semin Luta, Florin Pola, et Rachid Assad. De la région. Et d'abord montrer à l'Albanie que Bruxelles, capitale de l'Europe. Është qëllimi që të tregojmë që edhe Shqipëria është pjesë e Bashkimit Evropian dhe ne kemi një mesazh të fortë për të thënë që realisht Shqipëria i përkon Bashkimit Evropian. Edhe në Belgjik kemi një komunitet të madh shqiptarësh, kemi do thot aty brenda komunitetit ka njerëz që punojnë, janë aktiv dhe i frekuentojnë ato shkollat sikur fëmijët tanë. Është edhe një deputet që tani është atje në Belgjik dhe do të dëshironim që të bënim diçka që të gjithë të përfitonin nga një bashkëpunim të mundshëm mes dy rajoneve. Pour que nos deux peuples bénéficient d'une meilleure qualité de vie. On a découvert un endroit vraiment merveilleux, on a été très bien reçus par le maire et la municipalité et donc maintenant kishim një prezantim të bukur të potencialeve të Kukësit nga kryetari, zoti kryetar, dhe ne konkretisht do të donim që të zhvillonim një projekt bashkëpunimi në të gjitha fushat që janë prezantuar, përfshi këtu edhe menaxhimin ndoshta e plerave, në lidhje gjithashtu edhe me energjinë e erës dhe gjithashtu edhe potencialet që ka potencuar zoti kryetar për sa i përket bimeve medicinale dhe turizmin malor. Aty do thot do mundohemi që të bëjmë diçka në lidhje me këto potenciale, sa do mundemi neve me ekipet që kemi në Belgjik për t'i montuar, për të dhënë një asistim, një ndihmë, një dorë në realizimin e projekteve që do kenë impakte pozitive për Kukësin. Dans les montagnes ainsi qu'une grande capacité en matière de gestion de l'eau. Zoti Ahmet Gjana, deputet i Parlamentit Bruxellit, është një ndër lobusit, Kukësian në origjinë, ka dhe profesus shqiptar tjerë, ka ndarë për të vizituar Kukësin. Ato pikat mira që ka Kukësi, ka një propozim konkret nga bashkia jonë që ne në projektet kufitare të cross border të kemi një përfaqësi nga një komunë e Brukselit për të na asistuar në shkrimin e projekteve, gjithashtu bisedua për kulturën, mikpritjen, traditën kukësiane. Unë përfitoj nga rasti të falenderoj në mënyrë të veçantë që këta kanë gjetur sot kohën dhe lë bëjnë, është një ditë pozitive për ne. Dhe po mundohen të bëjnë diçka të mirë në bashkëpunim me neve. Ju falenderoj shumë. Ka qenë 14 komuna, tani është vetëm një